kush më mirë se psikiatrit e fëmijëve mund të na flasim për autizmin, se sa vetë psikiatrit e fëmijëve. Me ne sot kemi kënaqësinë dhe nderin ta kemi në studio doktoreshën Adelina Ameti, psikiatër e fëmijëve. Mirë se erdhe. Mirë se vëgjej, faleminderit për ftesën, Laura. Faleminderit që erdhët edhe që na propozuat të flasim për autizmin. Si e thot shëndetësia, psikiatria, çfarë thot për autizmin? Po, duke marrë parasysh që muaji prill është muaji i vedisimit edhe promovimit për autizmin, çka thot në bazë dhënave të reja, do thot tani në raportimin, sigurisht që bazë kryesore të raportimit i kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës, fatkeqësisht kemi rritje të numrit fëmijëve me çrregullim spektrit autistik. Dikon bazë dhënave të vitit 2020, proporcioni i fëmijëve prevalenca ka qenë në 36, ndërsa në vitin 2022, do thot ka qenë në 34. Sigurisht që është shqetësuese edhe rritja e numrit fëmijëve me spektër të autizmit. Rritja në vendin tonë është e njëjtë, sigurisht me trendet botërore. Shtrohet pyetja cili është shkaktari, se ka shime një çrregullim. Pse po rritet? Çfarë po thuhet në aspektin do të saksisht, dhënat sakta, edhe përkundër avancimit shkencës, teknologjisë, ende nuk kemi arë një përfundim, do të nuk kemi saksisht shkaktari kryesori që është shkaktari i autizmit, mirë po thuhet në shumicën e rasteve tani shtrohet pyetja pse është kaq numri shumë i madh, ndoshta është vedisimi i popullatës, prindërve, tjetër është sigurisht mënyra e jetesës si e bëjmë, do thotë mënyra ushqimit, do thotë qasja në kuadër të ushqyeshmërisë, dihet sa ka ndrime, do thotë sidomos 10 vjeçarin e fundit. Do të ndikon edhe ajo në po sigurisht që ndikon edhe mënyra ushqyeshmërisë. Ndikon për të litur fëmijë autik apo ndikon tek ata që janë është një ndër faktorët i cili mundet me qenë shkaktar që ndihmon autizmin. Pastaj është stresi, një ndër faktorët e dim tani sa është stresi në krejt botën, luftra, trezatimet, gjithë ato i kanë efektet e veta. Po edhe komponenta gjenetike, predispozita gjenetike në kashime, gjithë këta faktor në inicimin e ndryshimeve në kuadër të çrregullimit spektrit autistik. Ju punoni në repartin e psikiatrisë së fëmijëve këtu në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Sa ka do të thotë pacienta janë të shpesht ata që vinë dhe cilat janë do të thotë nga cila moshë e kuptojnë prindrit që fëmiu i tyre është i prekur nga autizmi? Tani në repartin në klinikën e psikiatrisë, në repartin për fëmijë dhe adoleshent, bëhet vetëm diagnostifikime dhe vlerësimet psikologjike. Tani fatmirësisht i kemi edhe shërbimet logopedike, aty ku ka nevojë kemi edhe një pedagog special, intervenimet në kuadër pedagogjisë sociale. Sa i përket kërkesave të kontrollave, vizitave apo diagnostifikime, fatmirësisht tani kemi një numër të madh të prindërve të cilët vinë goxhan mosha të hershme në identifikim dhe diagnostifikim të fëmijëve të tyre. Kur është ajo mosha që më së shumti prindërit e vren që fëmiu ka tillë çrregullim? Tani është individuale, varet edhe nga vedisimi, niveli i prindërve, sa janë të informuar, sa janë sensitiv. Se kur shumë vonë është kuptuar që ka. Deri në cilën moshë? Jo vetëm tani, po gjithkund botë ka moshat ndoshta 12, 14 që nuk ka qenë i diagnostikuar fëmia, ose fare i identifikuar si fëmijë me probleme neurozhvillimore. Do të deri në atë moshë kanë mujtë ka pasur raste sporadike, po fatkeqësisht ka ende. Ka pasur raste. Shëndetësia si trajton këto raste? Fatkeqësisë është që këta prind, do thotë këto raste ka nevojë një qasje të ekipit multidisiplinar. Do thotë duke filluar nga diagnostifikimi, duke filluar nga kopshtet që nevojitet asistencë, intervenimi, do thotë jo të gjithë fëmijët ka nevojë për një intervenim të njëjtë. Do thotë secili fëmijë, nëse mund të themi sikur nëse individ, që secili individ e ka profilin individual të vetin, atëherë edhe secili fëmijë në shumicën e raste nevojitet të kenë plane individuale të secilit fëmijë, për secilin fëmijë, po gjithashtu nëse ai fëmijë ka plan individual, ai fëmijë duhet të ketë plan individual edhe për kopshtin ose shkollën, po ashtu edhe për familjen. Ku qëndron vështirësia? Vështirësia qëndron për arsye se trajtimi këtyre fëmijëve në aspektin e nivelit ekonomik, do thotë
është shumë i lartë, dihet ndihma nga ana shtetit është drastikisht minimalisht e ulët. Sigurisht që ka nevojë angazhimi dhe më shumë nga ana Ministrisë së Arsimit, asistentë të cilët asistojnë këta fëmijë duke filluar nga kopshtet edhe shkollat. Do thotë këto familje ka nevojë për një mbështetje nga një ekip nga shumë njerëz. Po flasim për autizmin në aspektin shëndetësor se si do thot flitet, si shihet dhe si e njeh shëndetësia autizmin. Kupton që ka dhe raste të ralla kur edhe shumë vonë prindrit kuptojnë që fëmiu mundet me qenë autik deri në moshën 12-14 vjeçare. Por si trajtohet përmes medikamenteve apo si shkon, si mirë mbahet, ndoshta më mirë me të zakonisht intervenimi terapeutik, qasja në terapi medikamentoze, rekomandohet shtyhet sa më shumë që është e mundur. Do thot intervenimet rekomandohen, do thot intervenimet terapeutike, apo terapia që është intervenim i njoftur, do thotë është me i pranuar me evidencat botërore, floor time, ka dhe teknika tjera cilat trajtohet fëmiu, tani varësisht çfarë nevoja ka, do thotë në kuadër fëmijët cilët kanë hiperndjeshmëri senzomotorike, rekomandohet inkuadrohet edhe ergoterapisti, fëmijët cilët kanë vështirësi në ekspresivitet apo në të folur, inkuadrohet edhe logopedi. Do thotë në përgjithësi një fëmijë shumicën e rasteve kjo qasje terapeutike zakonisht rekomandohet. Dhe kjo është ajo që medikamentet vetëm raste kur fëmijët kanë tantrume, kanë probleme me sjelljen, kanë vetëlëndime, atëherë për një periudhë kohore dhe ata sidomos sa më të kufizuar në kuadër të përshkrimit terapeutik. Edhe këto medikamente duhet mirën gjatë gjithë jetës? Nuk mund të them gjatë gjithë jetës, është prapë edhe marrja e terapisë medikamentoze është individuale. Ndikon njëjtë sikur tek gjinia femërore dhe mashkullore? Tash në aspektin e prevalencës proporcionit mashkull-femër, do thotë spektra autistik i atakon më shumë mashkull se sa femrat, do thotë është 4-1. Edhe pse në literaturë njihet që format të cilat atakohen të gjinia femërore, si zakonisht secila smundje e cila atakon gjinin tjetër ka predispozita më pak, din të ketë një simptomatologji më të rëndë. Mirë po, nga eksperienca jam klinike që ka jam të pa fëmijë që shoh, do thotë ka ndryshuar edhe kuadri klinik edhe të gjinia femërore, nuk ka ashtu forma të rënda, do thotë që dihet forma po sindroma Rett që është forma e fëmijëve, do thotë çrregullim në kuadër spektrit autistik të gjinia femërore cila është e rëndë, tani shoh edhe gjini femërore cilat kanë tendenca të jenë funksionimit në altë, të jenë të menaxhueshme funksionale. Dhe shërbimet sa janë të qashme, megjithëse ju keni informata vetëm në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, por a ka shërbime edhe në tjera zona si në zonat rurale? Shërbimet në zona tjera sigurisht që mungojnë. Do thotë mungojnë, ka pas disa uje që cilat kanë qenë të mbështetura në aspektin ekonomik nga ana e komunës, por nuk jam e sigurt që a janë të hapur apo janë mbyllur si pasojë se ato funksionojnë në kuadër donacioneve. Ekzistojnë shoqata të prindërve, po prapë se prapë nuk ka kapacitete. Do thotë atëherë sfida më e madhe nëse më kishit pyet në aspektin e këtyre fëmijëve dhe këtyre familjeve, çka e shohim pas punës përditshme, është grup mosha të rritur adoleshentat, të cilët fëmijë të cilët kanë probleme me sjelljen, se dihet që autizmi mund të jetë komorbid e bashkëshuar edhe me vonesën, me hiperaktivitetin, ku gjitha këto bashkëqrime e vështirësojnë kuadrin klinik dhe tani kapacitetet familjare po janë baget vështira, po kanë shumë vështirë me menaxhu dhe çka na nevojitet një qendër ditore ose javore. Nuk e ka Kosova? Nuk e ka, ende nuk e ka. Ka qëndrime, ka qendra të prindërve, po që kanë vetëm me baza ditore, do të trajtimet 1 orë 2, maksimumi 3, dhe ata vazhdojnë në ambientet familjare. Si duhet të reagojmë në atë momente kur vrejmë që diçka, po cilat janë shenjat që fëmiu ynë mundet me qenë i prekur nga autizmi? Tani literatura thotë që nëse fëmia, do thotë se ka forma të cilat janë çrregullimet e zhvillimit pervaziv, fëmiu deri në moshën 15-18 muaj ka zhvillim normal edhe për një herë ka fillim rrëmje.
që shumica e lidhin edhe me vaksinën, çka nuk ka të dhëna të sakta që vaksina është një ndër shkaktarët. Edhe pse prind vazhdimisht do thotë mbas mirë po fatkeqësia do thotë se koha e vaksinimit është në çat moshë edhe çrregullimi i zhvillimit pervaziv fillon të njëjtën moshë. Nëse fëmia do thotë nga fillimi, do thotë shkenca e përkra identifikimi i simptomatologjisë hershme është diku në muajin e 5-6, do thotë 4-5, kur fëmia është në gjinien e nanës, nëse fëmia nuk ka interakcion me prindin, me nanën, atëherë dyshohet për simptomatologji, do thotë simptomatologjia e hershme. Tjetër është që prindi gjithmonë mundohet ta relativizon. Fëmia nuk e pranon gjiun apo? Jo, se pranon, do thotë interaksionin i gjinit me nanën, do thotë fëmia ka tendenca të kryej lojë me nanën. Do thotë fëmia nëse ka tendenca në çrregullim spektrit autistik të hershëm, ai fëmijë nuk e ka atë interakcion. Apo në shumicën e rasteve prindë përshkruajnë që fëmijë shumë i urtë. Do thotë është fëmijë i cili nuk reagon, sigurisht që duhet dyshohet për do thotë problemet neurozhvillimore. Fatkeqësia shumicën e rasteve do të dihet që çrregullimi i spektrit autistik ka vonesën në të folur edhe ndoshta në shumicën e rasteve prind janë të shqetësuar se fëmia nuk ka të folur. Apo tani me vetëdijsimin më shumë se do të prind kanë qasje në lexim, kanë qasje në rrjete sociale, mos reagimi i fëmijët. Do thotë fëmia nuk reagon emën, apo dhe sjellje stereotipike që sigurisht e bën një ndër simptomet. Kjo prej moshës do thotë para moshës 2 vjeçare, simptomatologjia është prezente. Prej 2 e naltë si Prej 2 e naltë tash zakonisht ne nuk vendosim diagnozë para moshës 3 vjeçare, për arsye se pritet që truri i fëmijës ka një neuroplastet që menohet që deri 0 deri në 3 mundësia për me ndryshu simptomatologjinë është shumë e madhe dhe nëse sa më herët që identifikohet edhe sa më herët që fillohet intervenimi terapeutik, mundësia për me pas sukses është shumë e madhe. Po flas nga eksperienca klinike. Tjetër është që prind nuk e pranojnë ose nuk ja pranojnë vetet, mirë po çdo shtyrje e intervenimit, e identifikimit edhe diagnostifikimit sigurisht që ka efektet e veta në të ardhmen. Do të thotë sa më herët që mundohemi se ndonjëherë edhe nga dashuria që kemi për fëmijën, nuk dëshirojmë të ballafaqohemi dhe ta pranojmë të vërtetën se diçka nuk është rregull me fëmijën tonë. Pra sa më shumë ne e shtym, nuk është që ne po e ndihmojmë fëmijën, por po e dëmtojmë do të thotë më shumë. Po, sa më shumë që e dëmtojmë fëmijën, e dëmtojmë një indirekt edhe ne si prind. Edhe për këtë arsye kërkohet që kashime identifikim dhe diagnostifikim punën me fëmijën, paralel të punohet edhe me familjen. Do të ndihmës shumë e madhe në procesin terapeutik edhe rezultati i fëmijët. Nëse ne kemi rezultatin 100%, dikon rezultati intervenimit terapeutik deri në 70%, nëse familja është inkuadruar gjatë procesit terapeutik. Sigurisht që këtyre ju duhet një suport, do thotë një mbështet, një terapist i cili ka në mbikëqyrje asistenten, familjen, do thotë duhet ndryshohet mentaliteti i intervenimit terapeutik. Nuk mund ta bën vetëm terapisti, do thotë pa një integrim, asistent, shkollë, kopsht, së bashku me familje, rezultati terapeutik nuk është mundet të jetë jo i kënaqshëm. Jo i kënaqshëm. Doktoresh, më ndihmo diçka nëse ka në aspektin shëndetësor që duhet të kenë parasysh prindërit. Çfarë do t'ju apeloje prindërve që kanë fëmijë me autizëm apo që i vren këto ndryshime? Do thotë çka do të apeloja që sa më herët të bëhen do thotë bëhet vizitat, konsultat fëmijëve pavarësisht a dyshojnë, a kanë apo nuk kanë probleme neurozhvillimore. Dhe sigurisht që edhe intervenimet e hershme pavarësisht që a kanë apo nuk kanë probleme neurozhvillimore, sadopak që shihet deficit i vogël në aspektin e zhvillimit, ti nënshtrohen qasjeve intervenimeve terapeutike. Cilat janë ato intervenimet kryesore që bëhen? Këto që i përmenda do thotë dallohen, do thotë 0 deri në 3, sigurisht që
ABA terapia, do thotë intervenimi në sjellje është intervenim kryesisht në sjellje. Te mosha 0 deri në 3 nuk rekomandohet. Do thotë rekomandohet terapia e lojës që shkon zakonisht me floor time, edhe pse pak kemi kuadra të cilat janë të specializuar në drejtim. Do thotë zakonisht këto moshat e hershme rekomandohet intervenimi përmes terapisë së lojës. Prej moshës 3 deri në 6 rekomandohet prapë është individuale. Do thotë fëmijët të cilët kanë shumë probleme me sjellje rekomandohet ABA terapi. Fëmijët të cilët janë të menaxhueshëm edhe procesohen edhe kanë rezultate në intervenim, mund të vazhdohet me terapi në kuadër të floor time terapi të lojës, mirë po gjithmonë tu e pa funksionalitetin e fëmijës në ambiente të ndryshme. Do thotë kjo është ajo që edhe duhet ta kenë parasysh prindrit. Për ndryshe autizmi ne shohim në sidomos gjatë muajit prill ka aktivitete, organizata nga më të ndryshme se si të sillemi, si të reagojmë dhe gjithë ato, por në aspektin shëndetësor do thotë kur bëhet fjalë për mjekët i kemi pasur më pak të themi të ftuar dhe më pak kemi bisedu, duke e ditë ndoshta dëshirojnë prindrit me ditë që po i kthejmë ndoshta kretën në fillim pse lind fëmiu me autizëm, përveç asaj, a do të thotë kjo edhe ne si prind me çfarë jemi ushqy apo kromozomet tona siç kemi ndëgjuar. Kjo e gjitha është hipotetike. Do thotë ndoshta, kur është hipotezë, do thotë nuk duhet të vërtetohet, edhe fatkeqësisht ajo hipotezë nuk është vërtetuar ende. Ende nuk është. Jo, do thotë mundet me qenë faktori gjenetik, mundet me qenë faktori, do thotë i ambientit, i cili po ndikon në ndryshimet epigenetike të prindi apo në ndryshimet epigenetike gjatë rritjes dhe zhvillimit hershëm të frytit. Pse disa fëmijë me autizëm janë më të qetë, disa janë më hiperaktiv. Tash siç e përmenda edhe më herët, çrregullimi i spektrit autistik mund të jetë i bashkëshum, ne i thojmë gjuhën mjekësore komorbid, edhe me çrregullime tjera, do të thotë hiperaktiviteti, vonesa, janë munden me qenë bashkëqërim i çrregullimit të spektrit, e cila vështirëson ende më shumë kuadrin klinik të këtyre fëmijëve. Pasi që muaji prill është edhe faktikisht në kuadër të muajit prill është edhe ndërgjegjësimi për fëmijët me autizëm, kemi folur edhe me psikolog, me psikoterapist, por sot për fat mirë kishim edhe psikiatrën e fëmijëve, Adelina Ahmetin, doktoreshën, edhe që na tregoi shumë. Doktoresh, ta rikujtojmë edhe një herë për fund fare identifikimin. Më duket kjo është ajo kryesorja që duhet ta kenë parasysh fëmijët apo jo. Identifikimi dhe trajtimi sa më herës në mosha sa më të hershme. Do të pavarësisht prej asaj çfarë niveli do ta ketë fëmiu, identifikimi dhe trajtimi i hershëm i fëmijëve është shpëtimi i fëmijës bashkë me familjen. Dhe me sa po e shoh që sado fëmiu të jetë mirë, që na duket që pak ndoshta ka simptome, më mirë është me e vizitu, sepse se sa më alon hajtë se ndoshta s'ka. Po, më alon kohës është plotësisht gabim. Është gabim. E di se është e vështirë për prind, mirë po sa më herët që e pranojnë, sa më herët që identifikojnë, më të lehtë do ta kenë në të ardhmen. Në të ardhmen. Doktorish, e përmendëm edhe para se të futeshim edhe në emision, edhe kështu që tash pritet ketë edhe një konferencë, cila konferencë do të mahet? Tani do të mbahet konferenca e 5 me radhë, do thotë që i dedikohemi muajit prillit, nisi organizat, do thotë Qendra për Shërbime Humane dhe Zhvillim, do thotë titulli, nëse mund ta themi, emri i konferencës është formësimi i rrugës zhvillimore, ndërhyrja e hershme në çrregullimet e spektrit autistik, do të jetë konferencë ndërkombëtare që do të jenë prezent profesorët më eminent të vendeve të rajonit, do thotë nga Turqia, Maqedonia, Shqipëria, do thotë vendeve tona, individ të cilët punojnë me këta fëmijë edhe diagnostifikojnë edhe kanë punë të përditshme lëndë në bazë fëmijën përgjithësi. Në problemet në përgjithësi, do thotë fokusi autizmi, mirë po problemet në anëtarësi, problemet neurozhvillimore. Doktoresh, faleminderit shumë që ishe me neve. Faleminderit edhe ju për ftesën, kënaqësi ishte të jem prezente. Kënaqësi që ishit me neve.